Temperaturat e larta vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa temperaturat ditore maksimale sot do të arrijë deri në 41 gradë Celsius. Tregojnë të dhënat e Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike. Nga atje thonë se moti sot do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, me vranësira të pakta deri mesatare lokale. Pasdite, kryesisht në zonat malore do të ketë kushte për rreqje të rrëmbyeshme shiu dhe shfaqje të bubullimave. Do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi perëndimor dhe veri perëndimor. Temperatura minimale do të jetë nga 13 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 35 deri në 41 gradë Celsius. Në Shkup moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, me vranësira të pakta deri mesatare. Do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi verë perëndimor. Temperatura minimale do të zbresë deri në 20 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 40 gradë Celsius. Sipas njoftimeve të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, nesër dhe gjatë ditëve në vijim, temperatura do të jenë në rënje graduale. Gjatë orëve të pasdites do të ketë paqëndrueshmëri lokale, me rreshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të forcuar. Në disa vende do të ketë kushte për stuhi, me erë të fortë dhe mundësi për breshër.